Përshëndetje për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e Radio Kosovës. Në këtë emision, në Pau Corner, e kemi mysafir një koleg timen, por edhe një aktivist edhe dashamir shumë i madh i kafshëve. Për ndryshe, në këtë studio këto nuk kanë vend të tjerët. Ose duhet me qenë dashamir, ose duhet me qenë dikush që i adhuron kafshët. Ti je një njeri me zemër të bardhë. E çdo mysafir, secili prej tyre janë të tillë. Atëherë, Faksi apo Fadil Regjepit përshëndesim edhe të falenderoj shumë që gjetët kohë me ardhë në podcast tonë. Kënaqësia jem, kolegja jem, respekt, a? Faleminderit. Po, madhështinë edhe bukurinë e këtij epizode e merr krejt një maçak në ekstrem i bukur. Po, ata që veç për në ndëgjojnë e nuk e kanë mundësin më na pa, munden më kyç në rrjetet sociale, në Facebookun e Radio Kosovës, edhe gjithashtu në Instagramin tonë, që me pa një bukuri përhallore që ti jetë e mbajt në dorë tash. Atëherë, Faksi, a mundesh më na tregu se si e ka emrin, këshurja gjiste, si e ka emrin Maqoko, edhe pse pikërisht këtë emër, sonë tash me di që është një emër shumë i veçantë. Kjo është Scottish Fold, maqori, do me thonë vetë fjalla Scottish, Skocis, edhe Fold për shkak veshit vogël edhe qatë paljume pak. Momentalisht ka një muje, një vjetë e gjys. Deshta me thonë 17-18, një vjetë e gjys, edhe kemi adoptu kur ka pas 9 muj, edhe me neve është, edhe une shumë du, kjo është beba jem. Edhe zakonisht nana jem Rahmetli Aisha Ibishbegovici, unë jam rritë Sarajev, pak kërkoj falje, zdi mirë bashkë Shqipen, jam rritë gjuhë bosnjake, faleminderit, kam mësu me maca, ton jetën jam rritë me maca, edhe kjo është prej sa ka marrë Prishtin, kjo është maca e tretë, fundit, zemra po më dhem, kanë shkel, kombi ka ik, edhe Ozi ka pas emrin, ka qenë që ashtu bukur rrugës, do me thonë, edhe krejtve në Kosovë, du me thonë, hiç nuk është me rëndësi me pas racen, me pagu, zdi, 400, 500, ka edhe 1000, 2000, 3000, mos me folj. Poenta është me pas diçka në shtëpi, çka mundet me të zbukuru jetën. A ky beba jem, më ka zbukuru jetën, jo veç mu, edhe djalin edhe grujen. A djalin na ka pru se kemi adoptu edhe jemi trend mas atia. Vjen cikët që bo është i adoptuar, se është mashkull, gjinia mashkull, edhe mu më knaqet zemra kur dëgjoj që njerëzit adoptojnë kafshë, edhe nuk shpenzojnë, për derisa e dim gjendjen aktuale në vendin tonë që ka shumë qenë edhe shumë mace të bukra në rrugët e Kosovës, e nuk ja vlen me shpenzu shumë marramense, me nxit një mbashtim, një biznes me shumë, kur na kemi shumë të bukur, që kjo ka qenë dhurat, sepse ju e keni adoptu, edhe këj dashuria e ti është kthy o konvertu si falenderem që e keni marrë në familje, apo jo? Definitiv që ashtu është, ju ka për një ma mirë me hargju, me ushqim, me zdi, vakcina, zotin arrujt me usmuj, ajo me pagu, adin veç me marë si lodër, jo. Ky bo tu më ka hin, jo veç mu krejt familjes, mos me hu përsërit disa here, është beba, shumë i malë, është tash s'mundemi me vrej këto bajaki i malë. Ama Fadil, a është gjithmonë që është të ti qetë, se zakonisht macet janë hiperaktive. Qashtu,
Jo, qashtu është. Ekstra me mu, kur po shetisim, shumë ka qef me këqyrë zoqt. Edhe, kur s'ka sulmu, zotin arrujt me fmi po lun, as kërkend s'ka lendu, ose me gërvisht, ose me kit, veç ka qef me këqyrë zoqt edhe po knaqet. Po bon ato normal, me bishte, a kur gjo, veç në vend edhe, po knaqet ekstra kur ata fluturojnë, aj po knaqet thjesht. Pesha që ka natyrë shumë qetë. Cila është Fadil gjëja më interesante që e ka bo sa është në familjen e juj? A ka diçka që veçohet të kë? Qështë kalzova ata Scottish Fold është shumë interesant. Shumë në donë veç që ajo dashnia gjatet 15 sekonda. Kur s'ka flej këtu, po, nëse merë une, a i po më qyrë bon, edhe me një herë po qojet edhe po qyrë punën e vetë. Ka ditë me hypë në shank edhe kemi një lokal, kur s'ka rëzu kur gjo, kur s'ka thy kur gjo, tjesht është qashtu but, qashtu, edhe kur lun me mu, ka qef me këci qashtu, si kenguri, si zi, edhe kjo prap gjatet 2-3 minuta, ma vonë edhe shumë po flen, bajagi po flen, qaj soj është maqori. Shumë ka qef me flejt, edhe pushon, han. Do më thonë, nuk pas ka njëri në obligim shumë ekstra. Jo, definitiv. Normal, gjdo karakter nuk e mbatët me raca, po gjdo karakter i mocës ose i qanit është ndryshe. Njëjtë sikur i njerëzve, apo jo? Definitiv, po. Do më thonë, rëmuja, nuk po ta bëj asë një pytje se kjo nuk po bëj ka rëmuja. Teoriska. Por ushqim, faksi, qyshë e ka rutinën e ushqimit? A ka qef me hangër këshët treats, snacks, apo vetëm ushqimin me kontrol? Ato kokra, ka qef edhe arti djali jem, blen me ndru normal, mos me qenë veç kokra, mos me bo tash reklam për firmave, ushqimit macave, ka qef peshkun, ato adin... Konserva? Jo, konserva, ato si... Lankshme që janë, si... Po, me ndru pak, qaq. Do me thonë, ushqet mirë, 2-3 herë në dit, edhe non-stop ka ushqimin, edhe ka qef ujnë me pas non-stop. Herën e parë kur pin, mos po pi, une derë, pastroj, edhe mush tjera. Bogu ka zotni? Scottish mo. Atër, Fadil, qysh me ndën ti që është trajtimi i kafshëve tona në Kosovë? Vjen keq me thonë, kohëve fundit, po, u rrit... Vedisime? Qashtu, për para ka qenë të merë. Veç tash me kohë, une, mendimi jem është, po, shkojmë për para kur janë 7 pyetja. Po alas nuk kemi arrit në një shkollë ku vërtet i trajtojmë qysh këto e meritojnë, apo jo? Fakt është. Qashtu është. Vjen keq, qashtu është. Ti, Fadil, e keni macë, kështu që kur jemi të qentë dhe të macet, cila me ndën që a me ndën që janë qentë, a macet ma të përgdhejlëna? A japin ma shumë dashuri macet, apo qentë? Që, tash, kur më vete këto, arti ka pas, tash ka 24 vjet, me 8 vjet kam ble, s'kam adoptu, kam ble pat arti deshti, Beagle. Kam ble zhenken Beagle, veç s'kemi pas fat, shumë pak ka qenë me neve, u smu shumë keq, edhe
ti din, qeni ndryshe është prej macës. Qeni ka nevoj ma shumë edhe me shetit, edhe me najtmet. Macat janë pak ndryshe dhe që s'ka qenë deri te na problemi, bajagi keq u smu edhe kemi provu mënyra dhe që ka shku edhe kam thonë une shumë zdi mu shpirti dhem kur kam hup 2 maqora edhe qatë Beagle dhe që bon s'polejoj as 1 sekund mos me qenë me mu. Edhe pak po shkoj pension, jemi kolegë, si din, me 38 orë po shkoj pension, edhe gjdo dit unë po shetit me to bar 2-3 orë, ose park, ose ku du me vrejt qka është bari, jo është me najtë shpi, apo kupton? Sa mirë. Edhe tash kur shkoj pension, sigurt jam ko me kalu ditë e natë me to, edhe kalaja me to. Sa interesant është kjo që e cike, kur shkojnë në Shkup, do me thonë, e vizitoj Shkupin shumë herë dhe di që janë disa pensionista që kujdesen edhe kanë macet veta, po edhe kujdesen edhe për mace dhe qenë, një qenë e mojnë me pagesë, do me thonë me pagesë ditore ose kështët, edhe mendoj që është shumë ide e mirë mu aplikua dhe të na. Definitiv, shumë po përqen, tash mora informat për te, s'kam ditë për to shumë po përqen. Shumë. Nuk është obligimi i madh për shembull çdo pensionist me mbajt një qenë edhe mace. Edhe ka përfitime financiare, po edhe dashuri që nuk krahasohet me kurrë. Definitiv pajtona perfekta, supera për një mea. Atëherë faksi, po vim drejt fundit të emisionit, edhe unë kam 2 pyetje. Nëse kish me qenë një personazh i njoftën, si kush me ndonë se kish ish përshtat karakteri i ti? Brad Pitt. Nuk e prita. Asune, spontanisht. Ti din, s'kam boa sinopsisa, jemi kolegë. Definitivisht. Zdi që më doli veçaqa. Definitivisht, karakterin si Brad Pitt. Të pak dhe nësa kemi mujt me po për mes ekranit, shumë serios edhe shumë i bukur. Faleminderit shumë. Dikush kush lavdon këto, mu është zemra që ka qa. Ndërsa tjetra pyetja është nëse kishte pas mundësi me fol, qa me ndonë që kish mujt më na thonë? Aj neve. Po. Mua ty a krejtve, botes. Qysh ta mërmendja? Respektoni krejt qka është me zemren, me shpirtin, a këto janë edhe maca, edhe gjdo loj jash mickoja. As mizen, as kur gjo mickoja, po do me thonë, respektoni boten edhe respektoni krejt. Këta minuta, këto momente ishin shumë të mira, së bashku, po vish diçka ke keq që nuk na japi as një show, as nuk u qu, edhe najti veç i relaksum në prerën tënë. Qaj tipi, s'kom qa me lo. Aj mundet tash me shetit edhe merë erna, si me qenë gjys qeni, gjys maca. Ajde, shojmë për faksi pakës ti marim disa pomjet bukra. Ajde se më rushi, shkote Ilka. Miru pofshim të gjithë.